Në muze, në kulla mesjetare dhe në arkiva të errta, ekziston një objekt që jo shumë njerëz e njohin. Një objekt i thjesht në pamje të parë, por jashtëzakonshëm për historinë tonë. Quhet Qelçi i Skënderbeut. Por ky nuk është thjesht një enë e lashtë për verë, as një kupë ceremoniale. Brenda tij, nëpër detajet e tij të gdhendura fshet një histori, një art, një gjuhë, një mesazh, një kod sekret, i cili, sipas disa studiuesve, është një mënyrë e veçantë komunikimi në simboli pushtetit dhe identitetit të Gjergj Kastriot. Laboratorët kur ruajnë objektet e çmuara. Studiuesit flasin për të me respekt të madh. Qelçi, megjithëse i të i dukshëm, mbran brenda tij një udhëtim 5 shekullor. Në sipërfaqen e tij janë gdhendur figura gjeometrike që duken të thjeshta, por që nuk janë as pak të rastësishme. Në një kohë kur simbolika ishte po aq fuqi sa shpata, çdo vijë, çdo gdhëndje, çdo motiv ishte një kuptim të fshehur. Dhe kështu lim pyetja, çfarë kodi mbante Qelçi i Skënderbeut? A kishte të bënte me besimin, me aleancat, me vlerat që ai mbronte, apo ishte një lloj signature e komandantit që dëshironte të linte gjumë për te betejë? Në qendër të këtij objekti ndodhet një motiv që njihet vetëm prej Kastriotit. Një yll i stilizuar me 8 cepa, i vendosur në mënyrë perfekte. 8 ishte numër simbolik për kulturën e kohës, numër i harmonisë, i cikleve, i dritës. Në traditën ilire arbërore, 8 ishte numër i mbrojtjes. Studimet kanë treguar se ylli ishte një lloj shenje dalluese Kastriotit, sisteme brendshme e cila nuk shfaqej në flamur, por vetëm në objekte private dhe ceremoni të rëndësishme. Rreth këtij ylli gjethet në spirale një motiv i lashtë që tregon lëvizjen, energjinë, rritjen. Është simbol i përhapur që nga kultura ilire deri tek mjeshtria e arteve të rilinjes. Disa historianë mendojnë se spiralet përfaqësonin rrugën e pafund të rezistencës arbërore kundër pushtuesve. Në një qelç të thjeshtë, mund të jetë gdhëndur rrëfimi një populli që nuk u dorëzua kurrë. Por pjesa më e tigruese është baza e qelçit. Aty gjendet një simbol tjetër, një shqiponjë e vogël, me krah të hapur. Nuk është shqiponja që shohim sot në flamur, por një version i hershëm, i kopjuar nga vula e principatave të epokës. Mendohet se pikërisht ky detaj e bën objektin unik, një dëshmi private e identitetit të Gjergj Kastriotit, ndoshta një simbol personal i tij. Historianët thonë se gjatë banketeve të aleancave evropiane, Skënderbeu përdorte objekte me simbolika të fshehura. Jo për krenari boshe, por si një formë e komunikimit politik. Në Evropën e shekullit 15, simbolika ishte gjua diplomatike. Një kupë, një gjevahir, një armë, të gjitha përçonin mesazhe, dhe Qelçi i Skënderbeut nuk bënte përjashtim. Imagjinoni një skenë, një tavolinë e gjatë, fisnik evropian, ushtarak, kardinal, ambasador. Skënderbeu ngrinte kupën, drita binte mbi gdhëndjet dhe krijonte refleks që shikuesi i vëmendshëm e kuptonte menjëherë. Një njeri që kishte një identitet të fortë, një simbolik të vete, një kod, nuk i përkulet askujt. Dhe pastaj vjen misteri më i madh. Si mbijetoi ky Qelçi? 5 shekuj. Shumë objekte të epokës u zhdukën në luftra, plaçkitje, djegje, kaos. Por ky, me sa duket, u ruajt fshehuras. Duhet se një familje fisnike e zonës së Lezhës e mbante në shtëpi për breza, si amanet të shenjtë. Disa tregime, disa ende të bashkuara, ose Qelçi u ruajt brenda një trungu ulli, të zbrazur nga brenda.
e përdore si kasafort primitive. Kjo është arsyeja se objekti mbeti pa prekur. Ka nga ata që besojnë se qelçi mbante një bekim, se nuk ishte thjesht një objekt ceremonial, por një simbol i mbrojtjes së kasafortit. Legjenda thotë se kushdo që pinte prej tij merrte forcën morale, por do mos u nënshtruar kurrë. Nuk është e lehtë ta besosh, por historia tregon se shumë prej alatëve të Skënderbeut mbajtën fjalë derisa ai vetë vdiq. Në fund, çfarë bën qelçin kaq misterios, nuk është vetëm materiali, por mesazhi që fshihet brenda tij. Një mesazh i shkruar pa fjalë, por mes simbolesh, gdhëndjesh, numrash dhe figurash që për ne sot janë thesar kulturor. Një kod i epokës së kastriotëve, një gjuhë e fshehtë e rezistencës, e krenarisë, e identitetit. Sot qelçi është i heshtur, por heshtja e tij flet. Flet për një epokë të ardhur, për një burr që luftoi për liri, për një popull që ruajti shpirtin e vet, dhe kur bota i rambi supën. E në atë qelç të lashtë, të të dukshëm, mund të shohim jo vetëm dritën e së kaluarës, por edhe reflektimin tonë. Sepse arti, simboli dhe kodi i Skënderbeut nuk i përkasin vetëm të shkuarës, ta janë pjesa e DNA-s sonë.